Derit mirë, gjithmonë mirë me juve. Gëzohem. A e vlerësojmë sa duhet mundre mërgjimtarëve? Ti je mërgjimtar vetë. Zdi që të them, ndoshta më mirë do të ishte të dëgjojmë telefonatat, të presim telefonatat nga Kosova dhe ta dëgjojmë zërin e tyre dhe mendimin e tyre se çfarë ata me të vërtetë ndijnë për neve. Ndërsa sa i përket meje, Po ti si mërgjimtar ndihesh i vlerësuar? Unë si mërgjimtar nga familjarë ndihem i vlerësuar, për jo në atë masën që shka qenë për para. Thënë realisht, kështu po du me ka korrekt dhe i drejti sinqert, ta thënë të vërtetën, sepse të gjithë po ankohen, jo nuk po na dojnë, jo nuk po na presin mirë, jo ane, jo këndej, mirë po s'di që të thëmë, ndoshta koha e ka ban të vetën, edhe ne dohet të kuptojmë atje se edhe atje kanë fillu me punu, janë të zënë me puna, me gjëra të ndryshme, kështu që përpara ka qenë ma ndryshe, për shembull kanë qenë 20 antar të familjes deri në 30, a ka punu një, ajo tjerët kanë pas ma shumë kohë, dashnia e ndejat kanë qenë ma nivel, ma të mëdhaja, koha ka qenë ma e madhe, ndërsa sot punojnë të gjithë, koha është e kufizune, ndoshta edhe kjo e ka ban të vetën, nuk po mujna me pranu. Na ndoshta mosha ma e shtynë se këta trit, ta po e kuptojnë ma tepër një anë tjetërin, po ja din ma mirë rëndësinë një anë tjetër. Mirë po ne ndoshta që e kena përjetu atë kohën e ateshët, po na duket ndryshim shumë i madh dhe s'po mujna me akceptu që shdohet. Por duhet pa realitetin, jeta vazhdon, me rëndësi, me kuptu një anë tjetërin, mu dash një anë me tjetërin, mos me harru një anë tjetërin, duhet me kuptu se cilin një anë tjetërin. Mirë.